Mirësia e Musait në fshatin e tij. Musai jetonte në një fshat ku njerëzit shpesh ishin të ashpër, por Musai kishte mësuar nga Islami të ishte gjithmonë i butë. Ai e kujtonte hadithin e pejgamberit alayhis salam, Allahu e do butësinë. Çka arrihet me butësi, asnjëherë nuk mund të arrihet me forcë. Kur dikush i fliste me zemrim, ai përgjigjej me një buzëqeshje. Një ditë, një fëmijë i tij e fyu para të gjithëve. Musai nuk e ktheu fjalën e keqe, por e fali. Ai e dinte se falja sjell mëshirë dhe kënaq Allahun. Kur fëmijët e fshatit luanin, ai gjithmonë i ndihmonte. Ai u jepte mbelësira dhe i mësonte fjalët e mira. Musai ndihmonte të moshuarit pa u lodhur. Ai besonte se çdo gjest i mirë është pasuri në sytë e Allahut. Kur shihte dikën në nevojë, ai ofronte ndihmën e tij pa asnjë interes. Fjalët e tij ishin gjithmonë të buta dhe plot dashuri. Musai e dinte se Islami është fe e mirësisë dhe paqes. Një natë, ai dëgjoi ezanin dhe tha: "Kjo është thirrja e mëshirës." Ai e falte namazin me zemër të qetë dhe lutej për të gjithë. Musai kaloi jetën duke përhapur mirësi kudo që shkonte. Njerëzit e fshatit e donin për zemrën e tij të butë. Ai e dinte se Allahu i do ata që janë të butë dhe të mëshirshëm. Musai la këtë botë me besim të pastërt dhe mirësi në çdo hap. Bëhu shembull i mirë kudo që jeton në fshatin tënd apo qytetin tënd apo lagjen tënde. Bëhu i butë, bëhu i respektuar, bëhu vepërmirë dhe lej gjurmët e tua të mira në këtë botë që t'i gëzojnë dhe brezat që vinë më pas. Bëhu shembulli